Kurum International Albania dhe Danieli Oficine Mekanike kanë firmosur kontratën për ndërtimin e implantit të parë Midas Steel në Europë, një investim për 150 milion eurosh në zonën industriale të metalurgjikut në Elbasan. Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në Tiranë në praninë të përfaqësuesve të institucioneve qendrore e vendore dhe partnerëve strategjik. Projekti konsiderohet strategjik për industrinë shqiptare dhe përputhet me politikat europiane për zhvillim të qëndrueshëm dhe dekarbonizim. Fabrika e re do të ndërtohet mbi teknologjinë Midas Steel Concept, e cila për herë të parë implementohet në Europë dhe garanton prodhim çeliku me emetime zero karboni dhe eficiencë të lartë energjetike. Kemi arritur të firmosim një partneritet strategjik me kontratë e cila është shumë e rëndësishme të sjellë një fabrikë totalisht të re nga fillimi çeliku në qytetin tonë të Elbasanit me një investim total për 150 milionë eurosh, për herë të parë në Evropë sjell konceptin MIGA të një produkti të gjelbër, një çelik i gjelbër, i cili do të na sjellë emetimeve zero të karbonit. Me realizimin e këtij projekti, Shqipëria pozicionohet drejt për drejt në tregun evropian të çelikut të gjelbër, duke rritur konkurrueshmërinë industriale dhe potencialin eksportues. Ky implant implementohet për herë të parë në Europë. Teknologjia ulëndjeshëm konsumin e energjisë dhe emetimet e karbonit, duke garantuar standardet për certifikimin si çelik i gjelbër dhe zhvillim të qëndrueshëm për rajonin. Projekti vlerësohet edhe nga autoritetet vendore si një hap i rëndësishëm për transformimin industrial të Elbasanit. Ne kemi pasur gjithmonë që të kemi qytet industrial apo një qytet turistik, tashmë ne kemi zgjidhur duke pasur një industri të gjelbër dhe një turizëm të qëndrueshëm në Elbasan. Investimi parashikon kapacitet prodhimi vjetor afër 1 milion ton, hapje të vendeve të reja të punës dhe rikthim të eksporteve të çelikut shqiptar në tregjet europiane.